Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani vezë të zjera çdo ditë, trupit tuaj do t'i ndodhin këto 5 mrekulli, as që keni për t'i besuar. Ngrënia e një veze në ditë mund t'ju vijë në ndihmë kundër problemeve kardiovaskulare. Sipas një studimi të publikuar në revistën Heart, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 18% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës së parakohshme për shkak të problemeve kardiovaskulare. I njëjti studim thotë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 28% më pak të rrezikuar nga ishemia ose hemorragjia cerebrale. Në studim u analizuan të dhënat e plot 400.000 të rriturve. Ata ishin të moshave nga 30 deri në 79 vjeç. Studimet të tjera analizuan në regjimet ushqimore të pjesëmarrësve me sasinë e vezëve të konsumuara prej tyre. Në arkun kohor të 9 viteve, ata regjistruan të dhëna shëndetësore duke u përpjekur për të kuptuar rolin e vezëve në shëndet. Njerëzit që kishin një konsum mesatar të vezës një herë në ditë kishin më pak gjasa të prekeshin nga sëmundjet kardiovaskulare. Këtu përfshihet ataku në zemër, ishemia, hemorragjia cerebrale e sëmundjeve të tjera të njëjtit grup. Vlerat e vezës për organizmin janë nga më të ndryshmet. Ajo është e pasur me kolinë. Shkencëtarët kanë provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë është minerali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani vezë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Do të keni sy më të mprehtë. Vezët e pulës janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e saj, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D dhe kalcium, që gjendet te veza, e kthen atë në një aleat të mirë për mbrojtjen e organizmit. Sipas të dhënave të Elside, vezët janë të pasur me vitaminën D, e cila ndihmon organizmin të përthithë më shumë kalcium për të forcuar kockat, gjithashtu edhe shëndetin e dhëmbëve. Do të keni më shumë vitaminë B. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Ndihmon për të rënë nga pesha. Shkencëtarët dolën në përfundim se nëse kombinoni një dietë me pak kalori dhe vezë për mëngjes, humbisni 2 herë më shpejt në peshë. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara brenda një dite dhe të merrni gjithashtu vlera të mira për shëndetin tuaj. Veza është ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese, renditur në top listën e super ushqimeve që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj dhe duhet të konsumohen në mëngjes, sidomos në formën e zjerë. Por a keni pyetur ndonjëherë se cila është përfitimi kryesor i vezëve për organizmin tuaj? Nëse konsumoni të paktën 1 deri në 3 vezë çdo ditë në formën e zjerë, truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e cila veçanërisht është një mineral i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këtë lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos në qoftë se ato zbulojnë për përmbajtjen e vitaminës D, që është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin të absorbohet më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe shëndetin e mëlçisë. Biotina, vitamina B12 dhe proteina e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Me konsumin e vezëve të zjera do ta keni më të lehtë të humbisni peshën e tepërt. Shkencëtarët dolën në përfundimin se
Nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë në mëngjes, humbni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngo për një kohë të gjatë duke u lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara brenda një dite. Procesi i plakjes ngadalësohet. Kjo është e dukshme nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandez. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrodha rreth syve u zbut të ndukshëm dhe pati një performancë më të mirë për shëndetin e tyre. Vezët mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të Healthline, ato bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Kjo fal edhe proteinës cilësore që ato ofrojnë. Një vezë e plotë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysmë e saj gjendet e bardha e vezës. Vezët janë të pasura gjithashtu me ushqyes të rëndësishëm për trupin. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët do të ulin edhe trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat për shfaqjen e ishemisë. Studimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë një vezë në ditë ulin rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi, njerëzit që janë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë regjimit ushqimor që përfshin vezën. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga problemet kardiake. Vezët ofrojnë një ngopje më të mirë. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë gjithë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin tuaj të syve. Antioksidantët tek veza ofrojnë përfitime të mira për shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët që gjen edhe te barishtet, por edhe vezët janë një burim i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë edhe përthithjen e tyre. Vezët janë gjithashtu një mbrojtje shumë e mirë për organizmin, edhe për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu përkeqësim të kujtesës, dhe përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të bëjë një ndryshim thelbësor për organizmin. Një vezë në madhësi mesatare përmban 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve të dietave amerikane, njerëzit që konsumojnë vezë do të marrin përfitimet më të mira të yndyrnave të shëndetshme, të cilat kanë role pozitive në organizmin tuaj dhe mbi të gjitha do të parandalojnë një sër komplikacionesh. Nëse doni të përfitoni më shumë për mbrojtjen e vlerave të trupit, vezët duhet të jenë pjesë e pandashme e dietave tuaja. Vezët janë një burim i shëndetshëm i proteinës. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jod dhe folat. Të vegjëlit duhet të hanë një vezë çdo ditë. Vezët janë të pasur me hekur, folat, proteinë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesat e tyre për proteina ditore. Vëmendje. Ju bëjmë më dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.